Pini një gotë ujë me limon çdo ditë dhe I thoni lamtumir këtyre problemeve shëndetësore. Uji me limon rekomandohet të pihet në mëngjes, por edhe gjatë ditës. Nëse ai kombinohet me mjaltë, ofron përfitime të dyfishta në dobi të vlerave të organizmit, që mund të sjellin gjithashtu edhe një sër përfitimesh të tjera. Përfitimet e ujit të ngrohtë me limon të kombinuar dhe me mjaltë mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të ndryshuar rrënjësisht ditën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse pihet çdo mëngjes, ky lëng do të ofrojë vlera të mëdha për trupin, shëndetin dhe organizmin tuaj. I pari që do të përfitojë nga vlerat e ujit me limon është imuniteti. Kur njeriu konsumon ujë me limon me mjaltë në mëngjes, imuniteti I tij është më I fortë dhe mund të përballet më mirë me kërcënime të ndryshme të bakterieve të ndryshme gjatë të gjithë ditës. Kjo ndodh edhe fal antioksidantëve dhe vitaminës C që ato përmbajnë. Uji me limon është I mirë gjithashtu edhe në uljen e kolesterolit. Konsumi I kësaj pije në mëngjes me stomakun poshtë ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit. Një gjë e tillë do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin tuaj të gjakut dhe do të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtimi I ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e çmuar për të nisur ditën në mënyrë të shëndetshme. Uji me limon është një pije që mund të sjellë shumë përfitime edhe në luftën kundër mbipeshës. Uji me limon ka aftësinë të djegë depozitat dhjamore ndërkohë që mjalti ka aftësinë ngopse. Ky kombinim është I duhur për njerëzit të cilët duan të bien nga pesha në mënyrë më të shëndetshme. Gjithashtu, uji me limon I kombinuar si duhet në dietën tuaj ditore do të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër plogështisë. Kjo pije është mjaft e pasur me vitamina dhe minerale dhe antioksidantë të rëndësishëm për organizmin tuaj në tërësi. E gjithë kjo pasuri e vlerave I jep organizmit tuaj më shumë energji. Mjalti në veçanti do të ndihmojë gjithashtu në largimin e plogështisë dhe të lodhjes. Kjo pije rekomandohet kundër disa sëmundjeve të caktuara dhe mund të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet. Por si të përgatisni ujin me limon dhe ta kombinoni atë në dietën tuaj për të marrë përfitimet e saj unike. Kjo pije për të përgatitur ju nevojiten disa përbërës, si fillim një gotë me ujë të vakët. Në të mund të shtoni edhe lëngun e një limoni dhe një lugë gjedhe me mjaltë. I përzjeni mirë derisa të bëhen të njëtrajtshme dhe më pas e pini lëngun esëll. Në këtë ditë do të vëreni se do të jeni më shumë energjik, do të ndjeni gjithashtu edhe më shëndetplot. Kjo pije mund të konsumohet sipas nevojës suaj, por nëse keni një stomak të ndjeshëm, është më mirë që të flisni me ekspertin e shëndetësisë për të evituar kështu ndërveprimet ose dhe efektet negative të tyre në shëndetin tuaj. Limoni është një nga agrumet më të jashtëzakonshme të pasura me vitamina C, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin, gjithashtu edhe për paraqitjen më të mirë të lëkurës suaj, dhe konsumi I tyre në mënyrë të moderuar vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese. Përfitimet e vitaminës C që gjenden te lëkura e limonit duhet të merren edhe në mënyrë të vazhdueshme në organizmin tuaj. Në fund do të keni një ndikim më të madh ushqyes për shëndetin. Për këtë recetë mjafton që të shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë të ngrohtë dhe ta konsumoni atë çdo mëngjes. Përfitimet që do të ofrojë për shëndetin tuaj do të jenë vërtet mbreslënse. Lëngu I një kokre limoni përmban më pak se 25 kalori. E njëjta sasi është e pasur gjithashtu edhe me nivele më të mira të kaliumit, vitaminës C dhe fibrës. Të gjitha këto lëndë ushqyese ndihmojnë në gjallërimin dhe mirëmbajtjen e sistemit tuaj imunitar. Kësaj organizmi juaj do të marrë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë kundër rënies imunitetit. Për më tepër, limoni ka veti të mira antiseptike dhe uji me feta limoni është plotësisht I rëndësishëm dhe I rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga këto shqetësime. Në këtë video do të mësoni gjithashtu përfitimet unike të këtij lëngu çuditëbërës, I cili mund t'i japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit.
Uji me limon është një mbrojtje shumë e mirë e imunitetit në betejën kundër infeksioneve. Limoni është një nga burimet e jashtëzakonshme të vitaminës C, të cilat do të ofrojnë gjithashtu edhe përfitime më të mira unike për ju. Limoni është një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit, magnezit e të tjera. Falë këtyre ushqyesve, jo vetëm që pirja e ujit të vakët me limon parandalon edhe rritjen e bakterieve, por do të përmirësojë gjithashtu edhe imunitetin tuaj. Uji me limon ndihmon gjithashtu në një detoks më të mirë të trupit. Pirja e ujit të vakët me limon do të mirëmbajë nivelin e pH-it në trup. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës, çka mund të ndikojë dukshëm në këtë aspekt. Pirja e ujit të ngrohtë me limon ndihmon në rregullimin e tretjes, por edhe në prodhimin e lëngjeve të ndryshme biliare. Pirja e këtij uji ndihmon në zbutjen e simptomave të urthit dhe prodhimin e lëngjeve të trasha dhe shërben gjithashtu edhe si një antibakterial shumë i fuqishëm. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtojeni atë ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Kështu ndikimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslëndse në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Truri, mëlçia dhe lëkura juaj do të jenë të rrallës që do të përfitojnë nga ky lëng çuditëbërës. Përveç ndihmës që ofron kundër ftohjes, uji i vakët me limon ndihmon gjithashtu edhe në rigjenerimin më të mirë të qelizave, duke i siguruar trupit të gjithë elementët ushqyes më të rëndësishëm për një aktivitet më të mirë ditor. Në rastin e mëlçisë, uji me limon mund të forcojë dhe t'i jap asaj energjinë e duhur. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral do të parandalojë formimin e akneve dhe të rrullave. Ai gjithashtu do ta mbajë lëkurën tuaj më të bukur, më të butë dhe më të shëndetshme. Ndaj përdoreni atë në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslëndse për ju. Përdorimi i ujit me limon rregullisht në vaktet tuaja do të jetë një mundësi shumë e çmuar për shëndetin dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e rëndësishme për lëkurën. Një nga organet që përfiton veçanërisht nga pirja e ujit me limon është gjithashtu edhe shëndeti i lëkurës. Ajo do të ndihmojë në shumë nivele, veçanërisht edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ndaj pirja e këtij lëngu vazhdimisht në dietat tuaja sigurisht që do të jetë një nga alternativat më të çmuara ushqyese dhe lehtësuese për komplikacionet e organizmit. Përdoreni atë si duhet në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Uji me limon do të nxjisë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë në rritjen e prodhimit të kolagjenit. Kolagjeni është një proteine që gjendet në muskuj, kocka dhe lëkurë dhe është përgjegjëse për të forcuar elasticitetin dhe rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Një lëkurë e pasur me kolagjen është e shëndetshme dhe e fortë. Uji me limon detoksifikon lëkurën, ndërsa vitamina C tek limoni ndihmon në prodhimin e kolagjenit, i cili është thelbësor për lëkurën. Ai do të mbajë larg gjithashtu edhe shqetësimet që shkaktojnë aknet. Përdorimi i kësaj recete vazhdimisht në dietat tuaja do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të recetave tuaja ditore këtë pije, që mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Gjithashtu, uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër akneve dhe problemeve të ndryshme të lëkurës. Vitamina C që gjendet me shumicë tek limoni mund të luftojë probleme të tjera të lëkurës dhe të akneve. Në veçanti eliminon gjithashtu bakteriet përgjegjëse për zhvillimin e akneve dhe papastërtive tuaja të lëkurës. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme ta përdorni me kujdes dhe përfitimet do të jenë vërtet mbreslëndse. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.